por unë do kisha shumë dëshirë këtë kufi ta zhdukja fare. Në mes të Shqipërisë dhe Kosovës këtë do zgjedhje? Unë do kisha shumë dëshirë do kisha shumë dëshirë që Kosova dhe Shqipëria të bëjnë një. Kam një vështirësi shumë të madhe të them që jam Kosovë, unë them gjithmonë jam Prishtinë, jam Prizren, jam Tiranë, jam Shkodër. E di që kemi një kufi, por unë do kisha shumë dëshirë këtë kufi ta zhdukja fare. Cila është pyetja që të lodh më shumë në për intervista dhe çfarë do doje të pyesnin më shpesh? Faktikisht, mua më pëlqejnë pyetjet, sepse në bazë të pyetjeve kuptoj edhe shumë se çfarë duan din rreth meje ose çfarë nuk din. Çdo pyetje e konsideroj se shumë serioze, thot shumë dhe për personin që e bën pyetjen. Nuk kam një pyetje specifike. Kur janë pyetjet shumë private, nuk më pëlqejnë dhe në drejtimin e financave. Mu janë bërë pyetje për shembull sa e ke rrogën, sa fiton, ose nuk më pëlqen të flas për para. Tash po afron koha Big Brotherit, nëse në rast se do të bëjë një ftesë qoftë nga ky i Kosovës apo i Shqipërisë, a do ta pranoj dhe pse? Big Brother i Shqipërisë mbasa. Mendoj që do gjija shumë miq aty dhe do jetoja për një kohë të gjatë me to. Big Brother i Kosovës për momentin, jo.